Buqim në bu, CHI. Bu, CHI. Ne, po. Në qëmba ditu dhja Samira në qëmba ditu dhja Samira. Shënderimi, qa bëni, qa zbëni, zini, tekini, njerini, zini. Ta privo ky episodi është duke u regjistruar mbasi unë ndoshta të flija pak gjumë pas pune, ose e njohur ndryshe si gabimi më i madh në botë. Se më shumë si të shofor 3-4 zgjuar tash edhe kush e mban mend nga episodet e kaluara, di që unë 5 qameti 5 gjysh zgjon për punë, kështu që yay! Si të vrasim veten në një moshë të re. Gjumi miq. Gjumi, mos fli gjumë dhe do të kesh një jetë mizerabël. Edhe unë kam qenë qik koktrash pjesa se gjithmonë kam pas besuar që është okay, everything is okay, it's alright, don't worry about it, no? But everything was not okay. Sidomos Heiko Bardhi që ka qenë pothuajse në gjithë ato podcastet e mëdha si te Lexi, si te Joe Rogan e tjerë, domethënë edhe te Andrew Huberman. Kur i kam parë ato episode, kam lexuar një çik më vonë, pastaj kam dëgjuar edhe gjëra të tjera në thellësi e kam kuptuar vërtet që gjumi është vërtet shumë i rëndësishëm edhe nëse nuk fle gjumë, literalisht je duke shkurtuar, jo se nuk fle gjumë, që nuk fle gjumë fare. Kur nuk fle mjaftueshëm, është thjesht duke shkurtuar jetën nga dita në ditë, domethënë ajo është thjesht po i hap punë vetes. Unë jo se nuk kam kohë, se ka shumë njerëz për shembull që kanë stres e halla ndryshe etj për shembull. I don't know. Gjëra të ndryshme, probleme që kanë çdo njeri domethënë. Mirë jam me kohën kështu për shembull, kështu që mund t'ja po ta bëj një çik më mirë. Unë toleroja vetes të bëja edhe 9 orë gjumë. Unë në 5 javë. Po që somehow, some way, either Jake skip up it, jo. Kësë në dogu, po kam të pa mëllë të flej gjatë, mëllë. Nuk flej mirë, zakonisht zjojmë shumë shpesh natën. Një periudhë gjatëve kisha të ngullitur në mendje që është ai sinuziti kronik që kisha edhe mendoj se kam akoma, nuk ai plotësisht edhe pas operationit. Kështu e vetë me ato fakte që okay, it is what it is. Gjëra, kur ka pasur diplomën, do të qenë në një periudhë të keqe. Relativisht keqe, kur ka pasur diplomën atëherë, kam qenë në punë keqe edhe me ca probleme të tjera që kisha në private. Edhe po kaloja në një fazë ishte pak si burnout, kështu. Është si bëhet gjysmë njeriu. Po dhe shumë gjëra në kohë pa asnjë gjë nga ato mirë. Por zakonisht njëri që merret me minimumi 2 gjëra në një të kohë, që po i di, kam si gjë personale këtë që të bëj vetëm të ndihem mirë, sigur jam i vlefshëm, duhet bëj më shumë se një gjë. Duket si dobësi. Edhe shumë si dobësi është. Dhe atëherë, nga që edhe kjo pjesa e mungesës së gjumit të theksuar, do thotë që shumë probleme më shumë. Nosja, si bie, merreshin mend vit për të vjell, edhe kur s'kisha pirë asnjë gjë, s'kisha konsumuar asnjë gjë, thjesht pak fare, shumë e çuditshme, jo pak fare, por shumë e çuditshme. Atëherë kam marrë ca kështu kokra për gjumin, që mitrapacin nuk e mbaj më fare. Dikush që është farmacist, mund na korrigjojë në komente ose një doktor. Edhe funksionoi ajo. I mora ato unë dhe flie shumë gjumë, ato ishte spektakolare. Për rob që janë me pushime, që janë single, edhe që janë me pushime dhe vërtet duan të shlodhen, por nuk flen shumë. Unë sugjeroj të më futi një mitrapacin vllai para se të flesh gjumë. Qou i palestër apo i në pishin pasaj kur çohesh me gjumi edhe do të marri shumë kohë se me mitrapacin nëse s'ke probleme, se unë nuk e kisha probleme të forta, po ishte problematika. Një kokë në ato të vogla që ishin ato të flie 12 orë, vllai, ishte bomba fare. Për çdo gjë tjetër pyes një farmacist e doktorit, se unë nuk e kam ide se për çfarë po flas, që si kuptohet.
Çfarë doja të bisedoja unë me ju sot ishte se isha në pushime në dhe ku bëj një pyetje, do në vim çik 2 sekonda. Zotri Burr, okay, për shumë arsye që unë i kam përmendur në episode të tjera, s'dua të bëj tash ku po shkretirë të tjerë. Si pjesa dërmuese e bashkëdhetarëve të mi, domethënë, mundësit kanë qenë të tilla që nuk e ke pasur mundësinë domethënë që të bëni pushime shpesh, edhe kur e kemi bërë në vende që kanë qenë, le të themi, okay, ku mund të bëje pushime, ku ishte mirë për kalamaj. E kupton, flasin këto gjëra si për atëre, jo Durrës, Durrës. Gjëra të tilla si Durrës, për shembull Spille edhe kështu mund të lëvizja atyre të qarkës. Unë këto dyja mbaj mend, nuk mbaj mend të tjera. Edhe që thoni jo, unë bëra 28, jo, s'jam bërë akoma, kur të bëhem 28 vjeç edhe s'kisha vajtur asnjëherë në jug. Para 4 vitesh mund të kemi qenë një zvërnec për një 3 ditë, nuk e mbaj mend. Më duket se për 3 ditë ishte cute. Ta pushime mund të bësh në stres kur je student me buxhet, le të themi, minimal. S'po flas për të pjesën e buxhetit pak më vonë. Pa gëzuar. Po ju thosha që nuk kisha qenë asnjëherë në jug, edhe nuk kisha iden, domethënë, isha thjesht si një turist vëlla, si janë këto që vinë nga jashtë për shembull që i kam parë në Instagram edhe pastaj vjen atje dhe i shohin çfarë bëhet, edhe unë domethënë pak a shumë isha. Kisha tim vëlla. I vëlla është në fakt dhe mos personat që i kanë qef gjëra të tilla dhe udhime dhe për të parë vendet është një person më i pëlqyer se ta unë. Unë jam një mish fije deri në një farë pike, jo se unë s'kam qef të bëj pushime vetëm me vendet, domethënë, po që unë jam njëri që jam shumë rehat në shtëpinë time dhe jo domosdoshmërisht më duhet vetë diku për të ndier më mirë. Dhe normalisht për shumicën e njerëzve një person si Ergisi i mirë goxha fan, domethënë, ja të pëlqyeshëm. Edhe më kishte thënë disa herë, është kështu, është ashtu, nuk krahasohet fare. Unë kam çik qef atë rehatin e rërës. Ishte më shumë, domethënë, pa dituri. E pranoj. E pranoj, vëlla, s'ka qoftë se po e dëgjoni, pranoj, ke pasur të drejtë të gjithë pas. Më kujtuan për t'ju bërë juve lidhje pak edhe me gjërat e tjera që mund keni dëgjuar në një prej podcasteve të tyre, Besi Andi podcast. Andi ka thënë pasi kishte shkuar në Egjipt, që është vend i bukur, më thet thash domethënë, por që ne prap kemi vendin më të bukur etj etj. Unë nga natyra ime që jam patriot shumë. Ti parasysh? Më pëlqeu si fjali etj etj se e kemi vendin e bukur, por që tani që po filloj të shoh vet, e kupton, tani që financat janë në rregull, e kupton, jeta private është pak në rregull, falenderojmë atë sipër. Vjen edhe mundësia, dashur pa dashur, vjen edhe mundësia, domethënë, që të shikosh disa gjëra në një farë lloj rehatie pak më ndryshe, domethënë pa pasur me shumë nxitime, pa u drojtur shumë. Unë shkova me partneret time, shkova në Himar. Domethënë na onullua ai fluturimi i preshit, njerëz që kishin bërë planin të bukur fare për të ndonjëherë që më shumë në Berat edhe për të parë ca gjëra, po vajt me bëm brenda një dite ato gjërat më kryesore. Pastaj u nisëm për në Himar. Ishte, shiko, u do bëj me shumë të edhe një episod me Lusin. Dua vërtet të pasqyrohet dhe pak ajo kënaqësia dhe të themi entuziazmi asaj. Rruga ishte, domethënë, si peizazh fantastike, se si rrugë unë vazhdoj akoma të mendoj që janë jashtë standardeve. Domethënë edhe e kam shumë të vështirë për ta kthyer mendjen për këtë, jo sepse tani un jam ai që di më shumë nga të gjithë etj etj. Por janë disa gjëra, domethënë, që çdo kush me shkollë apo pa shkollë që i ka rënë rasti të lexoj, ose në rastin tim ka rënë rasti të studioj rreth konstruktimit të rrugëve etj etj. Kur i shoh se si bëhen në Shqipëri, është thjesht një baravajtje logjike, domethënë që okay, nëse ti bën këtë mund të kishe bërë të tjetrën me një kost minimal. E parasysh nëse nuk do vjedh. Flasim gjithmonë në raste laboratorike ku vjedhja nuk ekziston. Gjezi, do mundohem pak të jem pak i rezervuar dhe me kritikat, sepse dua të si fillim të paraqes atë mendimin tim. Sa bukur ishte etj etj. Për të shkuar atje unë mora rrugën e brendshme, që nga Berati tek rreth rrotullimi i Fierit, bypassin e Fierit deri në atë rreth rrotullimin e Vlorës dhe pastaj rrugën e
sipër me, domethënë që i bie komplet nga brenda që e shmang vlorin komplet, çan malet, del në qeparohet dhe pastaj kthehesh prapër sipër në himar. Atë ditë ne nuk kam bërë shumë punë, fakt ishte vrentur, bin një certa shiu tek këtu, por prapë ishte thjesht e magjishme, domethënë, të ato malet sipër, kur e shifi që koha ishte e vrentur dhe ishte thjesht maja e malit që merrte pak dritë edhe dritçonte kështu sigurisht ishte vën njëri llampa. Ishte gjë e bukur, e kupton, edhe është pak e vështirë për të shpjeguar me fjalë se e kupton është mal, është gur, plak, është dhe, kupton, nuk është ç'a gjë e ka të bukur, po thjesht ajo madhështia, gigantiteti ishte spektakolar, domethënë. Ishte një udhëtim vërtet i bukur. Se sidomos unë era e parë që e bëj, edhe mendoj që një person që mund të ketë një makinë relativisht të mirë dhe është pak qepli i le të themi të dhënit të makinës, duhet ta bëj atë rrugën për shefin e tij sepse të mban zgjuar gjithkohë, se ka kthesa gjëra edhe ka shumë gjëra për të parë. Domethënë është rrugë goxha e bukur. Spektakolarja fare pastaj është se na ruajti Zoti atë ditë nuk kemi pasur pothuajse fare trafik. Edhe unë nuk e di tash se ose kemi qenë ne me fat apo ku dëgjoj unë, por neve na nderoi trafiku, e ke parasysh, na la rehat gjatë gjithë kohës. Nuk e di nëse është nga orari apo thjesht nga që ka nikur gjithë, nuk ka ngelur me njeri, kupton? Janë të dyja gjëra duhen marr parasysh, por që gjë e bukur, gjë shumë e bukur, edhe vajtëm e kishim edhe të thjeshtë nuk kishim shumë persona të bezdisur, kështu që i kanë marrë patentën ku dëgjon nga çuni xhaxhi. Vajtëm në himar, për shtëpinë nuk kemi ndojmë në Potam. Bile duhet ta përmend tek Artur Apartments, madje sepse zonja që kujdesej për apartamente, domethënë, ishte një njerëz vërtet shumë i mirë, shumë ndihmuese për gjëra, mund të këshillonte për çfarë do pyetje gjëra që mund të keni ose për gjëra të vogla që mund të keni haruar në shtëpi për shembull. Ai ishte shumë i gjinshëm, kështu që e përshëndesim Albanën. Dhe direkt që atë ditë sa paketuam vajtëm direkt në Porto Palermo. Ishte për mua pak e rëndësishme, kam bërë edhe një foto, kam postuar akoma, do e postoj atë se më duk pak fani. Vajtëm atje, ishte bukur se shiko këto vende duken çik të komplikuara ndaj poshtë, domethënë nga që rrugët janë kështu lart e poshtë, çuka gërgje, male shkëmbe, por që afër, është goxha afër, edhe ja vlen për çdo njeri që viziton atë pjesë, domethënë duhet të vejë, është diçka interesante. Ishte e mirë mbajtur, ishte okay. Kishte një hyrje modeste, e them unë tash se kishte një hyrje, s'ka problem. Prej 300 lekësh më duhet, a 300 a 200 nuk e mbaj mend, diçka e tillë. Tek ai xhaxhi përpara edhe brenda pastaj kishin ca shkrime, kupton ca pllakata të vogla që shpjegonin detaje. Ishte diçka të interesante. Krijonte një platformë shumë të bukur për të bërë ca foto të bukura për fansat e të bërit fotove. Unë u sugjeroj goxha. Ishte diçka që vërtet ja vlente për tu parë, domethënë. Edhe mbaron shpejt, parasysh nuk ka, nëse nuk ke për të bërë ndonjë, ku dëgjon, studim të madh të gjë, se e mbaron shpejt brenda, le të themi, gjysore, 40 minuta, avash duke u futur në të gjitha dhomat me që kishte atje sipër në këto chambers në mure etj etj mbaron. Hajë është kështu si stronghold, si citadel, nuk është kala ose kështjellë e mirëfillt. Pamja nga sipër ishte spektakolare, domethënë ishte vërtet shumë e bukur. Bëmë një çik plazh aty për shefun ton, për piacere. Vendosëm të shkonim, by the way, unë isha rrugëve me makinën e prindërve të mi, një Toyota Yaris 2008 1.3 benzin. Që është kuku makina, nderoj se ishte voçpël edhe gjenim edhe parking edhe futeshim mirë, por për ato rrugët që ishin andej, domethënë ishte sfidë. Ishte sfidë, domethënë, sidomos me marshat automatike septonike, domethënë, ku ndronte në malore, ishte ndonjëherë një çik kështu e frikshme, jo, po që nuk të jep atë komfortin.
Gjithsesi ishte shumë e mirë për atë punë që na duhej neve. Se vendosa të shkoj të shifja bunkierin e Nëndecës. Po, jo bunkerin e Nëndecës ai që është aktiv i rregulluar që duket nga Porto Palermo brenda Gjirit, por ai tjetri që është nga ana e detit. E vajta atje pastaj me Google Maps. Google Maps e ta nxjerrte mirë. Nuk ishte keq. Deri diku te 800 metra afër bunkierit të tregonte mirë, pastaj të tregonte kështu futur me shkureve. E kupton? As në këmbë nuk futesh dot atje. Gjithsesi, fut mas asaj rruge, e çova deri në një vend sipër, pastaj ishin ca gropa që ishin më të thella se sa goma e makinës edhe mezi e ktheva aty, pastaj e lash me një cep edhe morëm në këmbë rrugën. Rruga tregonte në këmbë 10 minuta. Ai ku dëgjoj, 20 minuta derisa vajtëm atje. Ishte eksperiencë e bukur kështu të përdorje Google Maps në Shqipëri, sidomos në vende të tilla. Duke vajtur atje pastaj pam edhe një Danot kështu me një Land Rover, dëgjoj. Ishte pak i vjetër, po ishte bomba fare. Ai buçi bambun për guri doli në krye asaj domethënë. Kishte lezet, domethënë. Ja vlen edhe të vesh në makinë nëse makina e përballon, domethënë është e bukur. Vajtëm për atje dhe le të themi diku tek 400 metra, 200 deri 400 metra, nuk jam shumë i mirë për të cilësuar largësitë nga mendja. Ishte një plazh i Voçkës. Plazhi i Voçkës, po them vija e plazhit mund të ketë qenë 10 metra, 12 metra që më. Në Google Maps dilte si Mateus Beach, ose plazhi Mateus, se kjo ma ka hequr zarin që shumë emra në Google, për shembull dilnin kështu anglisht, greqisht, italisht, edhe gjermanisht, kishte edhe kështu ca emra polonisht, se duket ka qenë një polak që ka vajtur përpara e ka vënë emrin ashtu ka ngelur. Okej, nuk është ndonjë gjë e keqe, por është një çik e trishtë, s'kemi vënë emra tanë, domethënë se vendi jonë është. Ky plazh, ai ishte edhe një djalë që kishte një nga këto, si quhen ato, trailers, kështu si tip shtëpia makinë shtëpi, domethënë po vetëm pjesën që triqet mbrapa, RV, edhe ja kishte vënë emrin edhe vendi perfekt, best point, best view, something like that. Ky plazhi për zotin lart pa u egzageruar në asnjë gjë është highlighti i të gjithë pushimeve. Është gjëja më e bukur që na ka ndodhur, sepse ishim vërtet shumë në mëdyshje të na mbante koha apo jo për ditët e pushimit, ishte komplet e pasigurt, mund të kishte shkuar i gjithë udhëtimi kot nëse do na kishte mbajtur koha. Edhe nuk isha i bindur komplet Allah se nuk e njihja zonën, nuk isha vajtur asnjëherë, po ajo gjëja domethënë ishte një nga gjërat më spektakolare që kam parë. Më spektakolare që kam parë në jetën time. Po them 10 metra ishin 3 çifte atje, vajtëm dhe ne u bëm 4. Sa jemi kënaqur. O zoti i madh. Uji nuk ka nevojë ta themi se nuk është ashtu siç është në Instagram. Është akoma më mirë se sa është në Instagram. Edhe diellin e kishe përballë, parasysh atë ditë ne kishim edhe 29 gradë, nuk ke pasur 28-29 gradë, edhe jo vazhdimisht diell, ndonjëherë ikte dielli, kështu që nuk është ka qenë shumë problem vapa. Mahnice, domethënë unë nuk e di nëse do godas vendosjen e fotos në të njëjtin moment kur po flas për plazhin e Mateusit. Por që është njëri nga, domethënë duket se është i vogël, fotot janë bërë në mënyrë të tilla, domethënë që një herë duket nga larg edhe një herë nga afër plazhi. Është thjesht spektakolar, plako një nga gjërat më sinqerisht, një nga gjërat më të bukura që mund të kem parë në jetën time dhe plazhi më i bukur që kam parë në 5 ditë pushime që isha. Ishte spektakolar, nuk kam asnjë ankesë, ishte vërtet shumë bukur kur ti bëj rasti. Shkoni te plazhi Mateusit, mos harroni të merrni mbeturina me vete, do të thonë unë mora një kanaçe që kishin lënë ata njerëz atje, kështu smerin te miu. Është gjunaf, e kupton, kujdesuni pak se është pak gjunaf të lihen plera në vende të tilla, domosdoshmë. Është e panevojshme. Nuk kushton ai gjë të kujdesemi çik më shumë për gjërat tona.
po se bën vetë tjetri, s'ka pse lodhet shumë. Ditën e dytë në miqtë të dashur, nisemi për në Jal. Se ashtu kuptuar, lutse momentin e fundit do të vitet në Jal. Unë dua të pija rrugës sipër, rrugës normale. Kupton? Nga vetë çdo njeri që është në rregull nga trut e kokës. Rruga nga sipër e pastaj tabela për në Jal futesh vetë etj etj. Edhe destinacioni në fakt nuk ishte Jala, vetë ishte ky Aquarium Bay, se gjiri akuariumit bashkë me atë të pasqyrave. Bukur fare, zotëri burr, duke u nisur për atje, Google Mapsi thoshte, zotëri i dashur, ik deri në Livadë, pa arritur në Livadë, pa arritur e ka qenë literalisht 20 metra pa arritur në Livadë, ktheu djathas, aty ishte një ur që birë nëna birë, nuk e di se si nuk i bëra foto, e di se nuk i bëra foto, që isha antimos, kisha i bëja foto. Ishte shumë e frikshme ajo ura. Nuk është se do bie në Gremin, se aq ishte një 3 metër lartësi, po ishte shumë e hollë. Edhe ishte një rrugë shumë e çaku, pastaj deri sipër edhe eca makinën avash deri sipër. Erdhi një moment pastaj që ishte ai shumë e thepisur edhe sa xhiroi një herë makina, xhiroi 2 herë, domethënë, kështu edhe frenadore vrova unë. E lash pastaj i ta kthyer edhe u kthyem për poshtë, kështu që kjo ishte për sa i përket gjirit të akuariumit. Vajtëm deri në Livadë, pam aty. Ajo është për plazh private gjithë Livadi, edhe në fakt u gënjyem pak nga pjesa e fillimit. Ditë kur lëvizëm ne po bëheshin punime, edhe ishte jashtëzakonisht shumë plurë. Kishte vërtet shumë plurë atë ditë edhe na u shpik çik në fillim. Në fakt do të thjesht e kishim zbritur edhe të kishim shkuar brenda më tej, do kishim kaluar një kohë të bukur në Livadë. Por që nga që na u duk pak e çuditshme, ajo them që okay, vërtetë po ikim pse po largohemi, po vemi në Potam, po rim çik atje. Edhe kështu bë. Vajtëm një çik në Potam, u lam çik atje, u dojmë çik atje, dhe u nisëm për të ngrënë drekën në Borsh. Të vajtëm në Borsh, brenda në fshat, jo poshtë. Vajtëm në Borsh, më kishte dhënë vëlla tek Ujvara restorant. Përshëndetje, Ujvara restorant, shërbimi ishte shumë i mirë, vendi ishte magjik, ajo zhurma e ujit që derdhet, domethënë është goxha zhurmë e lartë dhe është terapi falas pothuajse. Ushqimi ishte okay, domethënë, ushqimi ishte okay. Edhe jo për të treguar i keq, domethënë, por nuk ishte ndonjë kështu gjë që të lije kokën, domethënë ishte ushqim i mirë me çmime relativisht mira. Unë nuk mund të them kështu, domethënë ishte shumë lirë apo ishte shumë shtrenjtë, sepse nuk jam person i dur për atë, sepse nuk kam mjaftueshëm eksperiencë për të bërë dallimin nga njëri tjetri, domethënë siç mund ta kem persona që lëvizin nga 3-4 herë çdo vit. Kështu që nuk ja vlen të flas për çmimin. Por që ishte gjë e bukur, ishte eksperiencë shumë e bukur, pastaj vajtëm në Borsh. Për mendimin tim, për të bërë plazh në jug, Borsh është plazhi më i bukur. Para fare kishte vijën e bregut më të madhe. Dhe po unë nuk e di, unë çudita në fillim, po pastaj thaj vllai që është plazhi më i madh i jugut. Edhe mendoj se në qoftë se ju pëlqen plazhi i jugut, domethënë, edhe doni të jetë pak më aksesueshme se të tjera, pak më madhe, me çik më shumë gjullërdi, me çik më shumë lëvizje, me çik më shumë opsione, por relativisht pak më lirë se ato që të tjera, Borshi është vërtet një opsion shumë i mirë. Se me thënë drejtën, edhe nëse do të vesh diku tjetër në një ditë tek në një ato plazhet që lëvizin nëpër Instagram gjëra, domethënë, janë largësi shumë të vogla. Ja vlen, e kupton, nuk është fundi botës. Po marrim të mirë qenë që mund të kemi një makinë, domethënë ato vetur për të lëvizur. Mamën se të ka edhe opsione të tjera për të vajtur nga pika A në B, si furgon ato buza, patjetër se ata njerëz atje si jetojnë. Për mua Borshi, duke nëse flasim për pushime për të pushuar, literalisht për të pushuar, jo për të vizituar, shumë Borshi është një nga plazhet më të mira ever. Edhe pastaj mbasi mbaruam aty, u kthyem në shtëpi avash, edhe dolëm pa më hondeshje, çka kishim para aty. Çka, jo keq. Ka një çik
mungesë e profesionalitetit tek kamariera të Shqipërisë, por që mbahet asgjë gjë që vjen me kohën, nuk mund të bëhemi kështu ne, por ne si jemi ne bëhemi, jemi ne shumë mirë, jemi me avash me kalimin e kohës do mësojmë edhe ne siç ka mësuar gjithë tjerë. Është gjë normale, është proces që e kalon çdo popull që ka turizëm. Po, ditën e tretë pastaj vendosëm do ikim në Dërmi. Ashtu që normalisht duke organizuar në Instagram e tjera nuk mund t'i bëj skip Dërmi se ishte tur. Nuk rritë robi për vajtëron Dërmi tash pak fjalë ekonomisht. Ishte gjë që duhej bër. E ndjeje presionin nga media sociale, domethënë se nuk mund të shkoje në jug e mos vije në Dërmi. Me thënë drejtën, unë shumë rreth Dërmiut i kisha me të dëgjuar ato. Ishte shtrenjtë, është kështu, është ashtu, është keq, është lesh, fresh etj etj. Ne vajtëm të pjesa e Dërmiut, tamam. Sa ne kaq. Dita aty ka filluar shumë bukur. Se rrugës pra tjetër domethënë ishin mirë, pavarësisht se një dy herë na vran një shofera, kështu që ecin mes rrugës edhe në përkthesa domethënë, por gjithsesi, përveç këtyre vajtëm që në fillim që vajtëm ne gjëra dukeshin normale, gjitha parking, nuk u desh të pagoja për parking. Ishte fani se po qeshja edhe me tim vlla kur po diskutonim të pjesën e parkingut domethënë. Vajtëm poshtë, aty në këto plazhet, nuk e di nëse ka qenë jashtë sezoni apo thjesht ashtu janë çmimet të egzagjerojnë njerëzit apo ka ndryshuar gjëra të mësuar nga vjeta etj. Një çadër, një vend, domethënë nëse ishte në vijën e parë, një vend për të me dy shezllona dhe çadra dhe ai si tip stoli i vogël për të bëjë gjëra domethënë kushtonte 1000 lekë. Me thënë drejtën, okay, nuk është aq e thjesht për të përballuar nga një ring nga dita në ditë, po me thënë drejtën, jo se nuk e dërmiu, nuk është se të jep përshtypjen si një vend që të vesh për ditë si një turist normal. Shiko, duhet të ketë opsione për njerëzit e tjerë etj. Por nëse ata bëjnë punën ashtu siç duhet, nëse ata persona kontrollohen, domethënë dhe paguajnë taksa mbi këto pagesa që marrin, domethënë dhe mirë mbajnë atë në mënyrë që mbajnë. Ishte goxha mirë mbajtur. Ajo që duhet thënë, duhet thënë. Ishte goxha mirë mbajtur. Është okay, nëse do vësh për një ditë apo për 2 ditë është okay. Duke u nisur nga fakti që ka plazhe apo shumë herë më të lodhura, domethënë që paguan nga 7000 lekë nga 8000 lekë apo 9000 lekë. Kështu që çmimi mua më duk deri diku okay. Ata nuk i pëlqente shumë atyre zotrive që kishin plazheve, domethënë se kishin edhe restorantin e tyre dhe barin e tyre, por vura re që gjithë secili markete kishte aty çdo 20-30 metra, mund të merre gjëra nga marketet, e ke parasysh nuk ishte asnjë problemi, domethënë okay. Fakti që nuk i pëlqen atyre nuk do të thënë që do të vinte ndaj njëri edhe do të thoshte aty tani çau dil për jashtë se more diçka nga marketi dhe jo tek restoranti. Nuk ishte ashtu, nuk është se kishte ndonjë them kontrolli që të nxinte jetën. Ishte këndshëm. Pavarësisht se ne shumicën e gjërave atje i konsumuar. Ishte shumë bukur dhe miu, atë ditë që vajtëm ne kishte radhë zjarr. Kemë bërë ca video më zhdukur vetja sikur isha në klasë të 4 atëre për deri me helikopteri pulat në një theri. Kush e mban mend të bëj koment poshtë. Ishte vend vërtet shumë i bukur, u kënaqem pak atje, dhe vetëm gjë që nga mërziti pak ishte se deti ishte goxha i trazuar. Edhe ditën përpara në Borsh, po edhe ditën në Dërmi ishte goxha i trazuar, domethënë ishte të bëje noti që pothuajse e pamundur, domethënë thjesht mund të rije pak në ujë se valët që vinin në breg varionin domethënë nga 50 cm deri në 1 metër e gjysmë dallimi nga njëra tjetra domethënë. Ishte goxha i trazuar deri aty, ishte me verdh edhe pastaj nga fundi fare pa ikur në vund atë flamurin e kuq. By the way, flamujt. Kjo gjë më pëlqeu shumë fare. Në bazë të agresivitetit që deti kishte, domethënë, çdo plazh kishte nga një flamur përpara, jeshil verdh apo të kuq, ku le të themi i citonte ose i tregonte turistit që është okay për të futur apo s'është okay për të futur. Po do thonë jo, kjo është gjë normale, plako se të bën kaq shumë përshtypje. Okej, mund të jetë normale, unë thjesht isha mësuar, është diçka që më pëlqeu edhe doja ta përmendja sepse është një element i vogël, po prapë është një element sigurie i shtuar, që më mirë ta kesh se sa mos ta kesh. Kështu që bravo për këtë gjë. Pastaj vajtëm te Zoe Hora, që bie në Nabir. Tani Zoe Hora, bëni Google ose shihni në Instagram, Zoe Hora. Rruga përsipër pastaj duke u nisur me
këtë makinën e vogël ishte një çike vështirë, edhe skandali pasaj që nuk më falet mua, o shiko, nuk më falet, edhe më falet më, po që duhet të mos ta kisha humbur atje për momentin, ishte se te pjesa e kaldrëmit u desh të ndaloja për një makinë përpara, sepse këta ke parasysh takoj njëri tjetrin kështu malore. Ishte makinë e mirë e madhe. Në momentin që ndalova pastaj domethënë me 1.3 komat e para nuk kishte birë në të ecte më përpara. Ai vetëm që nuk ecte, po bën edhe mbrapa duke xhiruar nga kaldrëmi. Në gurë janë jashtëzakonisht shumë të rreshitshëm. Edhe aty më kapej stresi domethënë. Ai që s'isha edhe vetëm kota që justifikoj veten sigur e ma kishte fajin tjetri. Por që sikleti domethënë më mundi atje. Më mundi goxha sikleti. U fika një moment, nuk u dia çfarë të bëja, domethënë harrova fare që mund të lirë frenet e dorës dhe pastaj të ecja avash sipër, domethënë kështu nuk më në atë moment nuk më kaloi fare në mendje kjo gjë. Para se të vija kjo, mundohet të ecja domethënë pastaj i hapa rrugën atij tjetri që ishte brenda meje, ishte dikush me një Audi të madh. Kaloi ai edhe bëjtën gjitem sipër, s'kishte shanse, vetëm bënte makina mbrapa derisa ju afrova një Mercedesi domethënë që ishte i parkuar. Dhe ishte aq e pamundur të ecja përpara, domethënë se në çdo tentativë që bëra, domethënë ju afrova derisa vajte një pëllëmb. Aty e lash, aty pastaj u deprimova që më mundi paniku në momentin domethënë edhe nuk po mendoja kthjellët. Edhe ç'bëra unë aty, pastaj vajta poshtë tek ata, takova një nga këta djem që punonin atje te zoo. Ora I thash, zotëri dashur kështu, nuk di çfarë të bëj plek. Kam ngel atje për momentin domethënë edhe se çfarë të bëjmë tha I shketi, tha s'kemi makinë këtu, të tjerët makinat që shikon ti që janë të mira të bukura dhe janë të klientëve, s'janë tonat. Gjithsesi erdhi ai sipër me mua, e pa atje, e tha po hajde ta njëri ta shtyr, tha njëri ta ndezë, tha I beson ta shtysh ti apo ta shtyr unë. Ai ishte edhe për punë I veshur me një kështu bluzë të bardhë dhe s'doja ta bënte pisë, makina ishte e qelbur nga shiu I 2 ditëve më përpara. I thash unë plako, unë e para fare kam një vit që e kam patentën, domethënë, kështu që ti jena puna kur të ndihmosh nuk mund të edhe të ndihmosh edhe të më shtysh makinën në një çik si e papërgjegjshme domethënë. Që të ndihmosh edhe të ke patentën, ti nis makinën, do e shtyj unë se makina ime është e fundit, nuk është makina jote. Të lësh kockat aty. Edhe në momentin që u fut ai domethënë thjesht dëgjova zhurmën e frenave të dorës, thash budalla I drejt. Sa vajti më për frenat e dorës më përpara. Gjithsesi, e nxor makinën e futi e la atje sipër, vajti në zoo hora. E duhet të kujtojmë çka e kujdesëm te kjo. Zoo hora është një vend për mua, në momentin në gjendjen financiare që unë tani, goxha I shtrenjtë. Pas një lloj diskutimi është një vend goxha I shtrenjtë. Por, se ka një por. Është një vend që mendoj në qoftë se ju përputhet me situatën financiare të momentit, duhet ta vizitoni. Ishte jashtëzakonisht shumë I bukur. Ishte shumë I bukur. Shtrimi, domethënë ishin gjërat e shtrenjta etj, po thjesht ishte një gjë fantastike, edhe që do të vini për drek, edhe nuk doni të argjoni shumë lekë, domethënë literalisht 2 shtëpi më poshtë zoo horës vetëm, domethënë ka baret e tjera që janë shumë okay, prap pak të shtrenjta, por që janë të përballueshme për të vajtur për të parë një vend të tillë. Edhe çmimet e zoo hora ishin të justifikuara sepse mirëpitja, shërbimi, kvaliteti ishte shumë bukur plak. Ke parasysh ato lekët nëse keni vizituar restorante të tjera ose keni si brenda dhe jashtë vendit, domethënë e dini që ato lekë që merrte për ato gjë që merrte I kishte Allahu, nuk kishte fare domethënë overprice etj. Edhe u duka e pjesa sepse sa ne vajtëm që në fillim sa u hap restoranti se duhet të ktheheshim për në shtëpi. U mbaruam ne pasaj që ishte diku te ora 9 e pak. Restoranti ishte plot. Plot, po nuk po them plot me nga një gotuj, po ishte plot me persona, domethënë që konsumonin darkën siç është darka për të konsumuar. Po nuk e di se çfarë fshihen mbas asaj, nuk e di se sa e pasre transparente është e gjitha, por di t'ju them që ishte një kryevepër. Që është edhe një investim domethënë që ma ha mendja thjesht ekzistenca e asaj gjës ndikon për mirë, përgjithsisht për gjithë secilin që është përfshirë atje. Vetëm ata çunat poshtë që kishin atë barin 2 shtëpi më poshtë, domethënë sa kishin punë, edhe shumica e tyre ishin njerëz që vinin të shihnin zoo horën, edhe vinin pinin kafen apo një birë tek ai.
Ishte shumë nice, ju lutem mikni shifeni. Gjëja që më rrugës edhe në vajtje edhe në kthim, domethënë Dhermi, që nuk atë mundësinë ta viziton, më ishte Funoi ishte shumë bravo. Po ishte dëgjoj unë si në një fshat kështu në për Lord of the Rings, për shembull, që duke shumë bukur. Po nuk e kishin një itinerar, nuk vajtëm atje domethënë se do ishte pak shumë. Premten pasaj. Pasaj që ditën sa i bie, dita e katërt vendosin të bënin një udhëtim me varg. Edhe këtu unë kam rezervimet e mia, sepse okay, turizmi ishte plot me turistë, by the way, nuk ishte asnjë shqiptar që bënte udhëtimin me varg. Që ta dini. Edhe çmimi justifikon këtë gjë sepse për person ishte 60 euro. Çmimi me mikë, kështu që 65, 70, 75. Stacioni nisej nga Imara në Grama Bay, ose në Gjiri Grama, në Grama. Edhe shifje plazhe të vegjël, e ke parasysh kishte ndalesa etj. Do të hyn detaje kur të bëj podcastin e gjatë në anglisht. Nuk do e lë pa përmendur. Por 60 euro, domethënë për mendimin tim janë shumë. Edhe unë do e kisha më mirë nëse ata do kishin më shumë udhëtime ose më shumë ofertë, domethënë dhe ta ulin pak çmimin. Unë se mas kushës se është biznesi ime dhe përderisa aty ishin të gjitha varkat kishin punë, domethënë ato nuk janë detyruar, por që më duk pak e stërgjatur, domethënë. Duke me qenë se nga Vlora ka gjëra të tilla, mbase nuk bëjnë të njëjtin itinerar, domethënë, po nga Vlora qameti në 20 euro, 25 euro, hajde 30 tek, po ishte më shumë se dy fishi. Edhe jo domosdoshmërisht ishin eksperienca kështu fantastike. Ishin eksperienca të bukura që ja vlenin të bëhesh një herë dhe boll, mjaftonin për gjithë, domethënë, por që nuk e di, unë nuk doja përmend emrin tash sepse tek e njëjti vend vajtëm edhe për të konsumuar pije etj. Edhe kishim shërbimin shumë shërbim të mirë etj. Varka ishte relativisht e vjetër, vinte pak era benzinë apo naftë, domethënë, di me çfarë, po më duket se me benzinë ishte. Siguria ishte zero për shembull, ne nuk kishim 1 lek. Edhe 1 lekët i kam marr kur ka ndaluar për në Grama, ja mori dikujt tjetër, domethënë sepse mori një telefonat që kishte kontroll nga policia. Policia ishte me nga ata skafet e vegjël kështu, që janë dy veta. Ishte shumë cute, duke ishte një çift gaysh shumë i lumtur. Kishte edhe një person më shumë se sa duhet të kishin, domethënë që okay, nuk është se do na mbytej varka për ato që, po janë disa gjëra domethënë që shiko plak ose ke 65 euro për 70 euro atë. Nuk do vdesësh e puli dhe ose se more një më pak. Ke parasysh, janë disa gjëra që duhet i heqim, duhet i largojmë. Po e ka 10 vlla. 9 persona do marrësh, vetë 10. Ke parasysh, nuk do diskutosh tash me policin në mes të detit atje, jo po është kështu, jo po është ashtu. E kupton? Pastaj merr telefon njëri, merr telefon tjetri, jo po vi, jo po zvi. Ata thoshin hajde të ikim që të çoj njerëzit në breg edhe hajde me ne kjo mendoj jo, më dha gjop. E ke parasysh. Aty në fakt unë nuk jam shumë fan i policëve shqiptar, sidomos kur kapem, domethënë kështu edhe nuk lëshojnë pe, por në këtë rast specifik ishin të drejtë, sa i thoshin që ti zotëri nuk i ke mjaftueshëm 1 lekët e ata portokallin për të siguruar, domethënë në çdo rast aksidenti ti kesh vizitor të siguruar, normalisht një orë përpara duhet dalësh në breg që të çosh në siguri se nuk e diet asnjëherë. Një herë e çon shejtani atje. Gjithsesi kjo s'ndodhi, ne e bëm. E thon ai u bëri llafi me ata kohët po ngrinin zërin fillim kështu policia e lodhur. Ose si them tash, e thon edhe kritikoi dhe pastaj thën policia e lodhur. Jo presioni, jo tjetri unë thashë do merrte në një telefon ata, do vinë në një patrullë dhe do ta merrin, do ta konfiskojnë aty, nxjerrin do nxjerrësh në breg, kupton. Ky tha jo. Ishte fiksi ajo memja, domethënë, ore do vish ti apo jo? Do më nxjapësh letrat apo jo? Jo, mirë. Edhe ata, e ke parasysh. Pa i erdhi këtu pastaj vazhduan punën e tyre. Bile ishte, shiko, unë prandaj po them që ishin ata dukeshin si vërtet si çifti më i lumtur homoseksual në Shqipëri, sepse mbasi bën këtë debatin me këtë marinarin, le të themi, ose pilotin e varkës. Pastaj erdhën edhe me ne, po bënin video të dy me skafin, po i bënin video delfinëve, domethënë po qeshin me njëri tjetrin. Ishte diçka shumë e bukur për të parë në det, domethënë u kënaqëm. Po që këto gjëra domethënë duhet të eliminohen. Kjo, shiko,
nuk sakrifikon njeriu tek siguria e klientit, e kupton, është absurde. Është absurde me ato ujëra që janë atje, domethënë që duhet të thënë ajo e vërtet ashtu siç është edhe pse është e dhimbshme. Larg qoftë na kishte gjetur në një gjë, ne ishim në içkëcem të gjithë. Asnjë njeri nuk do kishte dalë atje, sepse edhe kur i ram për të vajtur, domethënë ishte nga që ishte deti i trazuar, nuk i ram shumë afër bregut, domethënë ishin në mes. Edhe një varg vinte aty, kalonte një varg në 15 minuta. Mund të kishim shpëtuar, e kupton? Po që unë do isha më komfort mos i kisha hyrë asaj loje, do shpëtoja, do shpëtoja. Nëse e kalojmë këtë pjesën, si udhtim vetë ishte i bukur, ja vlen. Nuk ja vlente. Jam çik kontradiktor me veten. Unë kënaqem unë tek ai se pash edhe shumë gjëra që doja të shifja. Ato shpellat e tjera, domethënë mahnice. Prap vazhdoj të them më të bukura se sa duken në Instagram, duhet i shifni vetë. Ishte eksperiencë shumë e bukur, domethënë, por gabimi që bëra unë që nuk i dim ne se Berati nuk ka det, që nuk i dim shumë mirë këto gjëra. Zara nga Greqia blem me Telekom, unë të pusputës nuk vëm krem fare, ke parasysh, edhe nga ajo në mes të detit edhe kur pasqyron ca është dielli vet, ca pasqyron e ca bën, plus era, nga që fryn shumë erë, nuk duket sikur ke vap. Po i kemi bërë një të djegur atë natë o miku im, o miq të dashur, ja shumë jemi të djegur, sa vajtëm blem dhe një krem aloe vera që ishte 15.000 lekë që më ngeci kremi. Ishte spektakolar kjo after sun që shite në markete nga 5 euro, nga 6 euro deri në 15.000 lekë në Shqipëri. Janë disa gjëra që s'bëjnë sens fare atje, domethënë. Janë shumë gjëra që janë më lirë dhe janë okay sepse janë produkte domethënë që përdoren në përditshmëri dhe i duhen të gjithëve, po gjëra të tilla për shembull, okay, unë e kuptoj që është gjë eksporti ose importi në këtë rast, domethënë edhe ke kosto e tjerë, por në qoftë se ajo kushton 5, hajde shite 6 ose 7, nuk mund ta shesh 15 o plak, e kupton? Është një çik absurde, e kupton? Largohuni nga këto gryksit e çastit sepse nuk janë nuk sjellin as të mira fatgjate, është pak fatkeqësi në fakt. Po që ai prap nuk është se punoj as mirë, ai të na qetësoi çik për një çerekore domethënë, edhe i ja futur vllai pastaj old school mod, një të hapur kosin, me të lyer amik nga kokat e këmbët, do ti që erdhëm çik në veten e. Parasysh, po ishte vështirë derisa na zuri gjumi, do të thënë kemi vuajtur çika ditë edhe pastaj ditën tjetër ishte okay. Hajde, mizura vash avash. Por që ishte okay, ishte e pranueshëm. Ditën e fundit në pasaj, që ishte dita e shtunë, vendosëm të qëndronim aty në himar në Potam ku ishim. Morëm aty pasaj një nga këto vendet me çadra me gjëra, pagesa po 1.000 lekë, porositëm me kështu pica sufllaqe aty. Ishim edhe të ngrënë, mbasi veten në një vend, në 2 vende, në 3 vende, kështu që kalojnë disa restorante, pastaj edhe një çik ngopur, jo domosdoshmërisht donin të hanim gjëra specifike, po thjesht donim të hidhim diçka në bark për të ngrënë që të pinim çik rehat, e kupton? E thënë ashtu siç ishte, domethënë pa lustra, pa. Okej, duke parë në Tiranë, çmimet e Tiranës për shembull, kupton, kur merr në himar tash një sufllaqe që ishte nga kualiteti mesatar, po e bollshme. Pica ishte shumë e mirë, në fakt. 4.000 lekë për sufllaqe, 7.000 lekë për picë. Ose se e ktheva tash edhe kam edhe tyr veten që do flas me lekë të reja, po e ngatroj gjithmonë. 400 për sufllaqen edhe 700 për picën. Pica ishte goxha e mirë, domethënë ishte e gatuar mirë, më pëlqeu. Edhe aty pastaj këto çmimet e birave gjërave ishin si një bar normal në Tiranë. Më që është e thjeshtë të thuash diçka që po na rrjepim, po na bëjnë, domethënë, por unë jam pak kundra të pasurit të 2 standarde që nuk përputhen me atje. Nëse të njëjtë persona konsumojnë me ato lloj çmime, domethënë për baret e metropolit, është më se normale që të kenë të njëjta çmime në sezon në vende turistike. Që ishte deri diku okay. Unë jam surprizuar për mirë në fakt sepse shumë gjëra që i kisha me të dëgjuar nuk ishte ashtu siç i kisha dëgjuar unë. Edhe përsërisje mbase eksperjenca e vitit kaluar i ka bërë që edhe të reflektojnë pak domethënë edhe ti bëjmë pak çmimet më reale. Unë nuk e di ta them
nëse është kështu apo jo, nëse është e vërtetë apo jo. Por që ky është fakti. Ky është fakti që ishte ashtu siç ishte. Është okay. Duhet merren masa dhe e them për te shakas se që siguria në rrugët shqiptare është pothuajse zero. Nuk mund të bësh rrugë në zonat e thepisura pa bariera mbrojtëse. E para, njerëzit ecin si kafsh. Ore, miq të dashur, po ku po vini o? Po ku po vini që e keni me aq shumë nxitim? Ë? Ku po vini që parakaloni në kthes në ngjitje? Po i makinat janë karvan, duke kaluar tek makinë e duke vënë në rrezik gjithë ata të krahut tjetër. Ku vini? Ku vini më nuk ju duhet jeta? Nuk doni të jetoni gjatë, të shijoni, të vini prapë të shikoni një vend që keni vajtur për të vizituar. Pse mo vëllezër dhe motra me kaq shumë nxitim? Kush e kush të vej i pari? Çfarë kuptimi ka? Duro buri dhe. Duro më buri dhe se nuk do vdesësh se vajte 5 minuta më vonë tek ai vendi. Duroni more se është turpi i Zotit. Nuk kuptoj kush si mund të marrësh patent, domethënë e kuptoj se ka po bëj moralistin tash, se kuptoj kush e marr patent. E kuptoj se si merren patent, di se si merren patent në Shqipëri, por që ai se është absurde tash, mirë kur e more nuk e di, po tani me kalimin e kohës disa gjëra i mëson robi. Nuk mund të vazhdosh të jesh si kafshë gjithkohë, tash të lutem shumë, është e papranueshme kjo. Edhe një gjë që mua më vdes, më mbaron fare, domethënë sa herë që shoh, domethënë asnjëherë nuk ka për të mësuar me këtë gjë. Është vetëm i vend në Shqipëri. Edhe literalisht i vetmi vend ku njerëzit ndezin sinjalin pa u futur në rrethotullim. Që është një uri bazike teorike o plak, edhe praktike. Për çfarë po e ndez o plak? Për çfarë po e ndez sinjalin? Ti të futesh në rrethotullim, rrethotullimi vetëm i drejtim ka, vetëm për t'ju futur. E kupton? Ti del te dalja e tretë që i bie në krah të majtë, domethënë ai futet në rrethotullim dhe sinjalin majtës. Është gabim o plak. Futesh në rrethotullim e sinjali ndizet përpara se të dalësh, e ndizet gjithmonë krah të djathtë, nuk ndizet asnjëherë sinjali në krah të majtë në rrethotullim. Vetëm nëse është me rrethotullimin me disa korsie do ndryshosh nga njëra te tjetra. Okej. Po nuk ishte ky rasti. E kuptosh? Në çdo rrethotullim sa do të veç, se aty edhe sidomos nga këtej në zona e Berat janë ca rrethotullime kështu, domethënë ku dëgjon. Është ajo kështu 2 metër katror një rreth, kështu është një çik qesharake. Qetësoni e burrë. Qetësoni. Nëse kalon njëri duke parakaluar për rrethotullime. Ose ai shikon që makina është rrethotullime dhe po bën rrethin, futet ai përsëri. Dale o zotëri. Por do të dalë njëra ai nga rrethi, do të zhbllokohet një, është si autobusi, do të dalë njëri nga autobusi në fillim, të lirohet vendi, pastaj të futesh ti, është një gjë me rrethotullimi. Futet vllai aty, edhe ata policia të rinë atje bënin muhabet me fillim. Edhe pastaj kur pyesim hap kraun, ai dokumenta nxjerr ata nxjerr tek, tash kot si plera aty. Po ke flagrante valla, ti kur je aty e shikon që ai po ti bëj diçka, unë nuk po them tash ti heq patent atje, po tani minimumi një treshe vëmendje ja bën valla. Ose edhe një gjop më valla. 10.000 lekë, 15.000 lekë, 20, 30 nëse ka të përsëritur. Por janë për gjithë secilin këto, nuk janë se unë hajta ndonjëherë 50 dika, unë jam punë time, ke parasysh, fundit unë mund ta injoroja siç e injoron çdo lloj turisti tjetër, domethënë, vazhdoja punën time. Po nuk është mirë mos janë gjëra bazike, rrezikoni njëri tjetrin pa pasur nevojë, se mua kjo më shqetëson, nuk është kishte nevojë shumë. Nuk ishte piku i turizmit, domethënë që të kishte ngarkesë kolosale. Ishte çdo gjë brenda normave. Ishte literalisht çdo gjë brenda normave. Asnjë njeri aty nuk kishte asnjë lloj arsye për ta marrë me aq shumë nxitim. E kupton? E vendos veten e të tjerët në rrezik për çast sepse ku dëgjon. E ke të vogël e do ta tregosh, ta kompensosh në çdo lloj mënyre të ndryshme. E thën brutalisht fare. Ose unë arsye tjetër nuk më vjen në mendje. Se është fshatarësi. Është ignorancë. Nuk vihet tjetër asnjëherë në rrezik. Ka parakalime o zoti i madh. Unë se kam tipin në fakt që futem kështu se edhe kam stakuar më këtu edhe kur ngel te trafik, ç'të bëjmë tash, po ngele 10 minuta apo çere kohë në trafik se kur të dalësh nga trafiku po nxitove dhe fitove 2 minuta nuk është se u bën ai gjë e madhe. Është edhe
Okej, ja more edhe 5 minuta edhe. Edhe çfarë pastaj? Nëse, le të themi që ky le të shërbej si trailer, rreth kësaj teme do dëgjohemi gjithësisht në episodin që do bëhet në anglisht. Shpresoj mos jeni mërzitur, shpresoj të kem dhënë informacione, shpresoj të jeni kënaqur duke dëgjuar. Unë ju lutem që të lini një like, të lini një koment, të shpërndani me miqtë tuaj, kush e ndjen të ka mundësinë për të bërë donacione në disa platforma ndryshme, ose ajo më e mira dhe drejt për drejta domethënë është një abonim në Patreon, YouTube membership ose Spotify. Thosem ajo është diçka stable që më ndihmon gjatë gjithë kohës pasaj për të mundësuar krijimin e podcastit. Deri në tjetër miq e kalofshi super mirë. Domethënë, mos pini kur i jepni makinës, edhe kur i jepni makinës i jepni saktë. Kur i jepni makinës i jepni sikur po transportoni njeriu më të dashur të zemrës. Mirupafshim dhe dua shumë. Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast.